Ndërkohë ka pasur një sër deklaratash për gjatë ditëve të fundit nga Donald Trump, cilët kanë tërhequr vëmendjen e mbar botës. Si jemi mësuar për gjatë muajve të fundit, flas për çmimin Nobel, për kërkesat e tij dhe për faktin se është një paqebërës. Por ajo çfarë tërhoqi vëmendjen javën e shkuar ishte ndryshimi 360 gradë i Donald Trump. Në fakt, raporti i medias britanike The Telegraph ka zbuluar edhe shkakun e këtij ndryshimi dhe mbështetjes pa kufizuar për Kevin, e cila sigurisht solli një tronditje për gjithë atë që nuk e bëri dot Europa, me sa duket e ka bërë mbreti Karli III. Për pasur një bisedë shumë të shkurtër me mbi këtë fakt dhe mbi këtë deklaratë, do të jemi në një komunikim të drejtë për drejtë nga Londra me pedagogun e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ligjit, zotin Andi Hoxhaj. Andi, mirëmbrëma dhe mirë se vjen në program. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën edhe shumë urime për programin. Të falenderoj. U duk se Donald Trump nuk bindej as nga liderët më të rëndësishëm europian se duhet qëndronte në krah të Ukrainës kur erdhi në pushtet dhe nuk duhet favorizonte Moskën. Por me sa duket zhgënjimet e njëpasnjëshme me Vladimir Putin i sollën atij edhe atë këmbanën që e zgjoi dhe nuk ishte sërish Europa, por ishte mbreti Karl, thot The Telegraph. Çfarë ka mbreti kaq fuqi tek Donald Trump që ta bënte të ndryshonte komplet qasjen ndaj kësaj politike? Rreth parë këto raporte duhet të të shikojmë edhe deri diku në një rrafshi gossip, sepse nuk është 100% e sigurt dhe shpesh herë diskutimet që mbreti bën me liderit janë gjithmonë diskrete. Por çfarë mundet të komentojmë dhe të themi ishte që mbreti i thyu deri diku një farë protokolli, ku gjatë dollisë që ai bëri për pritjen shtetërore të Donald Trump, ai nënvizoi që Ukraina është në pushtim nga një tiranë dhe duhet të mbrohet kundrejt Tiranit, sepse ajo frym që Tirani mbjell është kundër vlerave tona të përbashkëta që është aleancës mes Britanisë së Madhe dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo deri diku na tregon edhe një farë shenje që ka pas diskutime të gjëra për sa i përket kësaj çështje. Çështja e Ukrainës në Bretëninë e Bashkuar është goxha e gjerë si diskutim dhe nëse neve e shikojmë ose pak nga sondazhet e fundit që janë bërë në Rusi, Britania e Madhe është një nga ato vendet ku renditet që shihet si vendi më armiqësor për Rusinë. Dhe natyrisht ka një farë impakti dhe në vetvete kjo ka qenë te pozitive, mendoj unë, mbështetja që Donald Trump i ka dhënë pas vizitës që ka bërë në Bretëninë e Bashkuar. Por natyrisht kthesa e Donald Trumpit janë një sër faktorësh dhe shkon përtej diskutimit apo raportimit që bën në median e Telegrafit. Ndërkohë, sipas perceptimit tuaj, ka pasur një sër, le të themi, turprimesh ndaj Donald Trump, pikërisht nga Vladimir Putin, i cili i ka dhënë atij afate të cilat nuk janë zbatuar, ose më saktë vetë Trump i ka dhënë afate kreut të Kremlinit të cilat nuk janë zbatuar dhe ka gjetur gjithmonë diçka për ta ushqyer. Në gjykimin tuaj, erdhi ky ndryshim i Donald Trump pasi u lodh nga Moska dhe kuptoi se duhet ndryshojë anë për të i dhënë fund në mënyrë të arsyeshme këtij konflikti, ose të paktën për të gjetur një zgjidhje për të cilën historia nuk do ta gjykojë? Unë mendoj më shumë ka të bëjë mbas takimit që Donald Trump pati me Vladimir Putin në Alask, u ngrit një farë shpresë që palët do vinin në një tryezë, do vinin në një dialog. Por ndodhi krejt e kundërta, ku Kremlini ka bërë një sër sulmesh dhe ka qenë nga sulmet më fatale që ka bërë që ka filluar lufta. Dhe kjo është një mesazh i drejtë për drejtë që vetë Vladimir Putin nuk është se ishte interes dhe ishte interesuar që të ulet në një tryezë paqe. Dhe kjo në vetvete në gjykimin tim dhe në reflektimin që mundet i bëj është që Donald Trumpin e ka bërë që mos u duket shumë i bezueshëm tek shumë nga aleatët e vet. Për arsye sepse ai u kishte dhënë fjalën aleatëve që unë takova me Putinin, i ftoi dhe të gjithë në shtëpinë e Barë së bashku me Zelenskin dhe sër liders europian, ku sa që Vladimir Putin më ka dhënë fjalën që do vinë në një tryezë dhe mendoj se ne do kemi një takim të tre së bashku me Zelenskin në 2 javë të ardhshme. Ka ndodhur krejt e kundërta, takimi nuk ka ndodhur që kur u bë takimi në Bush, edhe kundërin ne kemi parë të shumë kundërsulme nga Rusia, dhe kjo në vetvete e ka bërë edhe Donald Trump që ta ndryshojë, sepse vetë Vladimir Putin nuk e ka mbajtur fjalën paktën në atë çfarë shprehur dhe paktën të çfarë ajo ka komunikuar. Dhe këtu ne po shikojmë që Donald Trump ka një qasje krejt tjetër ku i thotë aleatëve të vetë që juve jep një armë që nevojiten Ukrainës për të mbrojtur dhe pse jo për ta rifituar të gjithë atë territorin që ka humbur në këto 3 vjet e luftë.
Ndërkohë që kemi parë të gjitha këto lëvizje dhe këto dinamika, Scott Bessent, sekretari i Tregtisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka deklaruar se shumë shpejt sanksionet për Moskën, cilat kanë qenë në tryezën e presidentit Donald Trump, do të publikohen nga Departamenti i Theksarit. Bëhet fjalë për sanksionet reja. Ndërkohë Trump ka dhënë afate kontradiktore. Pse po ndalen këto sanksione? Pse nuk po vinë sanksionet ndaj Kremlinit? Për arsye sepse Donald Trump ne do ta kuptojmë, ai e shikon luftën në Ukrainë si një nga sër elementet të ndryshme që ai do të zgjedhë me Vladimir Putin. Dhe këto janë në vetvete këto janë dy superfuqi shumë të mëdha. Dhe në sytë e Donald Trump nuk ka vetëm çështjen e Ukrainës që ai do të zgjedhë. Për mendimin tim dhe gjykimin im dhe ai vetë e ka shprehur shpesh herë, një nga gjërat që çfarë vërtet Donald Trump e shqetëson është sepse traktati për armët bërthamore skadon vitin që vjen. Dhe ai si traktat nënvizon se sa koka nukleare këto dy superfuqi duhet të kenë, dhe vetë Donald Trump është shprehur që do që të bëjë një traktat të ri, dhe tek ky traktati të ftojë të gjitha ato vendet që kanë armë bërthamore, dhe të kemi një arkitekturë të re për t'i monitoruar se sa koka nukleare kanë të gjitha vendet dhe mënyra se si ato mund të trajtohen. Dhe ky është vërtet një nga shqetësimet te reale që të gjithë duhet ta kemi, po natyrisht që Donald Trump e ka vendosur dhe Vladimir Putin në vetvete shikon që kjo mund të jetë diçka që ai të ta negociojë së bashku me Ukrainën. Dhe mendoj deri diku kjo ka dhe për të zhvilluar si një diskutim në të ardhmen. Duket se nuk i del zemërimi me Mbretërinë e Bashkuar, pasi ishte, le të themi, i dyti pas Shteteve të Bashkuara që me inteligjencën e tyre e parashikuan dhe e lajmëruan Ukrainën për këtë luftë. Ndërkohë, me që po flasim për Mbretërinë e Bashkuar, pikërisht për kufizimin e këtyre kokave bërthamore, vetëm ditën e djeshme Kremlini tha se pjesë e kësaj marrëveshje të re, këtij traktatit të ri i cili duhet rinovohet me përfshirjen e vendeve të tjera, është edhe reduktimi i kokave bërthamore të Mbretërisë së Bashkuar. Ka pasur një reagim nga Londra zyrtare për diçka të tillë dhe kush mendoni se do të jetë qëndrimi i tyre? Diskutimi për këtë çështje specifikisht nuk është bërë, po këtu ka një diskutim për sa i përket infrastrukturës së re dhe marrëveshja që u bë me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës gjatë vizitës së tij në Londër, ishte që të rishikohen armatimi për sa i përket armëve bërthamore, dhe Britania e Madhe ka të njëjtin sistem si atë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse vlen për të theksuar që vetëm në Britaninë e Bashkuar anijet e Shtetit Bashkuar të Amerikës ankorohen. Edhe në vetvete ato ka një sistem shumë të ngjashëm, dhe deri diku ka qenë një diskutimi që të bëhet një investim i ri, që ato të jenë akoma dhe më të ngjashme së bashku me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por natyrisht këto, se çfarë ka hedhur Kremlini, janë pjesë e lojës së tyre ku ata duhet të negociojnë dhe ku ata mund të diktojnë deri diku kushtet. Por natyrisht që palët duhet i mbajnë. Por që është e nevojshme që të ketë një traktat të ri, të gjithë bien dakord. Zoti Hoxha, të falenderoj për praninë tuaj në program Mbrëmjen e sotme. Ishte kënaqësi, natë e mirë. Ndërkohë me mua ishin në studio edhe zoti Glevin Dervishi dhe gjithashtu edhe Fation Softa, kënaqësi t'ju kisha në program Mbrëmjen e sotme. Ndërkohë War Report do të rikthehet ditën e nesërme, ku sigurisht fokusi i saj çfarë qëndron mediat ndërkombëtare është një pritje përgjigje nga Hamas, për të cilën Donald Trump paralajmëroi se nëse nuk do të ndodhë brenda orëve të ardhshme, do të ketë një luftë akoma më intensive në rripin e Gazës, ndërkohë të më të fundit vijnë edhe nga Ukraina, do të ketë një summit sa përket mbrojtjes mes liderëve europian në Kopenhagen, ku do të diskutohet më shumë mbi industrinë ushtarake europiane. Gjitha këto do të vijmë të diskutojmë përgjatë kësaj jave në program, ndërkohë që ju rikujtoj se portretat më të fundit informoheni në çdo moment në abc-news.al. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.